Ore, sa shpesh ju ndodh që duhet merrni vendim urgjentisht, por nuk e keni idenë cilin duhet merrni. Një këshill nga unë, ti duhet bësh atë që është më e mira për ty, atë që do ti më shumë të bësh. A më keq mos ja fut kot nart në dorë, ka normal që të bëj më të mirën për mua, thjesht se di cila është më e mira për mua, cilën dua më tepër. Shumë bukur, do marrësh te dorë i 500 lekë. Koka do të thonë do bësh këtë, pili do të thonë do bësh këtë. Hidhe monedhën në ajër dhe mendo me veten tënde cilën do ti që të bi, koka apo pili. Gjatë atij gjysmë sekundi që monedha do jetë në ajër, ti do kesh kohë me mendu se cila do ti që të bi, koka apo pili. Kështu që kur ta shohësh që fillon me të thënë truri, inshallah bie kokë, inshallah bie kokë, kapë monedhën, mos e shih fare çara, kokra. Dhe kështu ke arrit ti je i vendosur në gjërat që do ishe i pavendosur. Thjesht hidh një monedhë dhe mos e shih fare çara. Thjesht bëj sum që ra ajo që do ti. Do të kuptosh nëse truri do të ndam mes dy përgjigjeve, po dhe jo. Nuk janë asnjëherë 50-50, nuk janë 50-50, janë gjithmonë 60-40. Ti thjesht e ke të vështirë me dallu cila është më mirë për ty, se truri jot po të jep argumente për të dyja, argumente për po, argumente për jo. Ndërsa kur hedh monedhën në ajër dhe ke vetëm gjysmë sekundi kohë me reagu, truri jot do e kuptoj direkt cila përgjigje është e saktë. Se ke vetëm gjysmë sekundi kohë me reagu, ti je i pavendos, ti do që të bie dhe kokë dhe pil njëkohësisht, por nëse hedh monedhën aty do vendosesh që ka më mirë për ty nëse bie kokë. Kështu që mos e shih fare, thjesht bëj sum që ra kokë. Përdorni këtë, është shumë metodë fuqishme. Thjesht mos e përdor me ata lej burrën ajo, se duket gjë e rëndësishme, përdor për gjëra të vogla.